Radio. Albania Radio. E ja ku jemi rikthyer në orën e fundit fare. Ja pra dashur miq, ora fund 2 orë janë gjithsej sub ora Në orën e fundit. fundit fare. Tani jemi në orën e fundit fare herë 4 plus 2 dhe në këtë orë të fundit si jo gjithmonë, domethënë si hera herës e kemi një orë speciale sepse për shkak të njerëzve që ne kemi kënaqësinë të ftojmë. Ndoshta disa për historinë e tyre të veçantë, disa për eksperiencat e tyre, disa për mungesën e VIP-llëkut që kanë, sepse rubrika jon është Na plasi VIP-i. Rubrika Na plasi VIP-i. Dhe pikërisht ajo që kemi tani vërtet është Na plasi VIP-i. Sepse asaj nuk i plas për VIP. Fare. Zonja dhe zotri, pra nesh për kënaqësinë tuaj dhe tonën, Romunja më trendy, më seksi, më në momentit, Carmen, mirë se erdhe. Mi mbroma, si jeni? Wow, si e flet shqipen plak. Më mirë se ne. Shqiptare. Ashtu duket, se flas më mirë. E flet shumë mirë, e flet vërtet shumë mirë shqipen. Faleminderit. Carmen, si je lumtur që je këtu me ne sot? Po, shumë e lumtur. Tani njerëzit domethënë kanë dëshirë të të njohin sepse ashtu siç dhe ne të njohim pak, por të prezantohemi pak për njerëzit. Atëherë të lutem, si quhesh dhe nga vjen Carmen? Unë quhem Carmen Elena Vrahoriti. Po vina Rumania. Kam 17 vite këtu. 17 vite. Ke marrë pasaportën shqiptare? Po, e kam marrë. Jo, me vërtet. Ishte pyetje kështu për Po, e kam marrë. Po. Faleminderit. Po ka 17 vite më çu. Hej, ka të tjerë me vite dhe se kanë marrë dot. Edhe kam 2 fëmijë. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Po më fal, ky mbiemri. Duket fare si mame. Faleminderit shumë, faleminderit. Ky mbiemri Carmen është i joti, është i vajzëris? Po, Carmen Elena, pastaj mbiemri. Mbiemri është okay. Matej, se Vrahoritet e kam na Ishburi. Okay, Matej është emri vajzëris, po. Sepse ne jemi të interesuar për mbiemrin në romun, sepse duam dim si Matej, domethënë Matej nuk gjan fare si romun, me thënë drejtën. Matej mund të ketë kudo, si Matej ka më shumë në Itali, mund të ketë në Spanjë, Matej ke pasar, manu. Mund të ketë, po më fal, në Rumani nga cili qytet Rumunije? Konstanca. Qyteti me bregdet i vetmi i Rumanisë. Ju keni shansë, keni më shumë qytetet me det. Jeni më me fat. Ne kemi gjithë vijen, më thënë drejtën. Gjithandej, ne lahemi, shplahemi. Jo, Shqipëria ka një pozicion bukur gjeografik. Në fakt, unë nuk kam qenë ndonjëherë, ti Visian? Jo, unë s'kam qenë kurrë në Rumani. Carmen, po si e ndjer në Shqipëri gjithë të vite? Mirë. Besoj se jam ndjer goxha mirë, se jam ambientuar, përveç ndoshta edhe ca gjëra që na mentaliteti. Po, por deri tani që je ambientuar, kanë kaluar shumë vite, besoj ke kaluar shumë sfida dhe si kanë qenë fillimet? Fillimet nuk e shikoja dot, kështu se ishe e dashuruar shumë. Më raf të pika, ha një herë. Edhe isha që dashuruar që nuk se më bënte përshtypje, disha se çdo gjë që se ka marrë. Do shkonte ai dhe ti pas, domethënë. Po, edhe për këtë gjë, po e disha se kur ka marrë këtu, e ka marrë përsipër në shtëpinë se doja dal çdo gjë që do të jetë rëndësishme të isha me atë. Kjo ishte mentaliteti im. Po, një sakrificë e madhe. Vërtet le të themi një femër luftarake, por dhe dashuruar, që vjen dhe sakrifikon sepse ndodh shumë rrallë të ndodhi që një femër sakrifikoj ka shumë që të ndryshoj shtetin aty për dashuri. Dhe është për duar trokitur dhe komplimente. Bravo, meriton një hapçu. Po na erdhi. Po s'na erdhi ndoshim mundët me çfarë të gjejmë. Dëgjoj. Një pyetje tjetër, familja jote si e priti këtë vendim tëndin? Si e priti, në fakt motra, se nuk e kam më. E kishe me frikë. Faleminderit. E kishe me frikë, sepse tha ke mendu mirë. Edhe mami. Të drejtë. Po. Tha ke mendu mirë, po mami e din kokë forcin time, dhe din se kokë krisur. E din se atë ç'a dua unë, do e bëj. Kështu se mora vet guximi me këtu 21 vjeçe, edhe erdha u martova. Po, Carmen, do na thuash një gjë interesante tani, para se të kalojmë te pyetjet tjera personale. Përshëndetje të gjithëve, po na e thuash romanisht për gjithë dëgjuesit. Bună seara tuturor. Bună seara tuturor. Tutor. Tutor, ku i ke vajzat? Ku
ku i ke çupa vlla? Për gjithë. Tuturor. Okej, po si thuhet jam beqare? Sun singura. Një sekond tani. Sun singura. Te kisha për vete. Atëherë Carmen. Subi është singura. Sun singura. Pra nëse njeh një shok rumun, rrasja e Subit është singura. Kaloj e këtej. Kam ikë na shumë vite në Rumania që nuk e kam më njohur të ri të them. Kështu se besoj se ta zgjedhësh vetë është më mirë sa ta zgjeni tjetër. Po Kloj na duhet në dorë të kitin e gjerë pas herë. U përpoqëm ta zgjidhnim vetë Carmen, po hiç nuk na doli gjën të rrezitë tani. Hajde po na gjeti shoqëria. Po, nuk e dieta si herë. Pikërisht. Po më fal, po si thon jam i martuar, këtë kam për Visianin. Po. Sun kësatorit. Sun Ishte shumë e vështirë për ty Visian, lere mos e thuaj. Sun kasat. Jam rrit me kasat. Fiks, më pëlqega shumë, jam rrit me kasata. Carmen, po ti tashmë je një mama e divorcuar, le të themi, por e cila nuk e tregon as pak faktin që është mama, pra dukeni shumë e re. Faleminderit. Edhe pyetja që doja të bëja është tani që jeni bërë prind dhe gjyshërit a janë të lumtur me kalamajt tuaj? I takojnë? Po. Vinë në Shqipëri apo shkon? Jo, jetoj me mamin tim në shtëpi, e ka vite dhe mami. Ka vite dhe mami këtu. Po, se unë në fakt Ti pas ke ikur, po pas ka ardhur paket domethënë te burri. Jo, Ti pas ke sjell vjerën këtu me motor. Nuk është kështu, sepse unë në fakt kur linda çuni e mora mamin. Për ndihmë. Jo, nuk e mora atëherë se mami punonte në atë kohë. Domethënë, edhe mami vinte keq se nuk ishte mundësi të rinte me mua. Erdhi me motrën time dhe pastaj thash, pa merak mami kur e mbyll punën, do vish të rishi çik me mua, mos vrit mendja se doja dal. Edhe mami kur mbylli punën nuk punonte më, erdhi edhe i thash rri edhe pak, edhe u kaloi viti, edhe kështu e kam marrë me vete. E more për ndihmë, po them për të të ndihmuar. Jo, me mua 2-3 muaj të ri, dhe na 3 muaj u ja kanë kaluar. Nga 3 muaj mami 30 vjet domethënë në Shqipëri. 12 vite ka kaluar. E mora nuk e lëshova. Nga 3 muaj mami gjeti dhe burr këtu i Shqiptar. Mami krijoi një jetë re. Jo, e gjeta vetë unë, por mami se bëjmë shaka. Po, e dim, po e mora kështu. Nuk e di se e ka ardhur vetë kjo gjoja dhe ka majt pastaj do rishte. Ndërkohë mami e ka mësuar shqipen? Po, kuptoni çik, ja del vetëm, nuk është problem. Do me thonë me ikte dyqani, me ble ndonjë gjë. Nuk humbet mami, kjo është e sigurt. Jo, është e fortë mami. Carmen, ke para se do bëjmë ke një preferencë muzikore të përshëndesim dhe rikthehemi prapë më pas? Një këngë rumune për shembull. Po prit më cup na thot vet. Ato çka keni ju qef, madje Rumani, pse jo, ajo kënga. O Kloj është ajo madje në Rumenia, është e bukur shumë ajo, më thon drejt. Ajo keni qef, ka qenë trend. Ne vdesim, ne shqiptarët vdesim për të Ajo është trendi i momentit në TikTok, më thon Po, do t'japim kohë. Ka qenë super virale, është një ndër këngët më të kërcyra. Janë ca vëllezër, Kalim Brothers, janë shumë të famshëm. Janë shumë të famshëm në TikTok, janë domethënë sensacioni i TikTokut, janë romun ata vëllezrit. Dhe ata kërcejnë këngë të ndryshme, po e kërcejnë shumë bukur me thënë drejtën. Dhe një ndër hitet që ata kanë bërë hit global është Made in Romania. Vetëm me kërcimet që bën. Jo, me atë, kështu e kanë bërë edhe vite se ka bërë hiti ças ka bërë kjo. Sepse është këngë shumë e vjetër që në Top Albania Radio me Visianin Cubin, DJ Kloj në pultin e transmetimit dhe e ftuar me neve Carmen, Helena, Matej. Matej tashmë sepse për pak domethënë do bëhet Matej sepse. Po e ke shumë të bukur mbi emrin tënd. Faleminderit. Prandaj do jam mbrapsht. Të kishte marr malli. Po, kishte marr malli shumë. Kështu që Carmen, një pyetje dua të bëj. Normalisht ti një raport 17 vite me një shqiptar, në të cilin ti ke sakrifikuar kaq shumë dhe je rikthyer në Shqipëri, ke lënë shtetin tënd, që s'është e pakët. Ka ndërtuar një jetë të re. Tani Zoti ju ka bekuar me 2 fëmijë. Fatkeqësisht raporti ndodh që edhe përfundon, nuk jeni as të parët as fundet që jeta e tillë është, e kupton? Por ajo që do të pyesja është raporti me familjen e bashortit tuaj si është? S'kam fare raport. Vërtet? Po, fare. Me asnjë nga familjarët? Jo, më kanë, jo.
Të kanë bërë dalje, Të kanë bërë dalje. kanë bërë blog. Dalje, blok. Po si mund të bësh dalje mamas së fëmijëve? Okej, interesant. Se nuk e di asun se kuptoj pse, se s'kishin arsye. Një vendim shumë radikal. Po ti ke tentuar të komunikosh si ka ndodhur, domethënë ky bllokimi më i hershëm? Ka ndodhur sepse nuk mund të duroja më mos respekti në familje dhe vlera familjare. Nuk mund ta pranoja më. Kam kaluar shumë gjërat edhe nuk mund ta pranoja këtë gjë dhe tashi kam bërë divorci edhe nuk ka ardhur njeriu të më thotë pse ose Pra duket sikur ka qenë një përplasje mes të vërtetave që u ke thënë ti, edhe ata po themi deri diku nuk i kanë pranuar dhe duket sikur është bërë një jo. Me sa është thjesht kanë mbrojtur mbrojtën e tyre fëmijës së vet, pa diskutim. Po, ndërkohë nuk kanë ardhur të më pyesi për shembull as lloj gjë. Pse ndodhi kjo apo si ndodhi ajo? Po pra, jo fare. Të vërtetat e tua në mënyrë kategorike nuk i kanë pranuar, po themi dhe s'u kanë bërë ballë fare. Po se din në vërtetës ka ardhur, më pyet, nuk e di çfarë vërtetën e din, na zotria. Carmen, nëse mundet të pyesim duke qenë se ti po ndan me një gjëra që vërtet janë personale dhe është e drejta jote ti ndash apo jo dhe ne s'duam të sforcojmë, sepse nuk jemi nga ato emisione që duam t'i detyrojmë njerëzit na japin skupe lajme gjëra. Ne jemi emision argëtues, çfarë do ti të ndash me ne? Në hapçun ton ne duam të dimë si të shtim, domethënë arsyeja e ndarjes është kush është? Si një dështim e vogël, një akçu të vogël. Po, kjo. Trastia. Po. Okej. Mos respekti edhe Mos respekti edhe për këto gjëra, vlera familjare që ka një familje. Do me thënë normalisht vlerë, se unë këtu për familje kam ardhur, kam lënë vendin tim, edhe nuk e pengoj kur, sepse unë mund ta bëja edhe nëse pas nëse prap, sepse kam bërë me sinqeriteti më të madh në këtë botë. Kam luftuar, por duket se edhe lufta ime shkot sikur nuk ka vlerë. Atëherë në më pëlqen të më respektohet, edhe këto kam kërkuar gjithmonë. Kështu se ajo që doja të thoja tani në këto momente Carmen është që ti je vërtet një burrnesh shqiptare. Po. Sa bukur ti ngëllon, faleminderit. Nuk kam pas as vlerësime. Edhe mendoj se nga mënyra se si ti flet për familjen dhe mënyra se si ti kërkon respektin, dukesh tamam një burrnesh dhe mënyra edhe duke të dëgjuar shqip sa bukur e flet shqipen, edhe sa pastër realisht respekte për ty. Sepse ajo e tha dhe me gojën e saj që tek e fundit unë për të krijuar këtë familje erdha. Dhe nuk mund të shkele me këmbë. Jo, dhe bravo. Nuk e kam pranuar, nuk më pëlqen shkelja. Tani e dashur Carmen, me qenë se jemi në zonën e nxehtë. Se u bëra dhe unë shumë ndjeshme tani. Tani kalojmë pozitiv. Tani lidhje do ecim para. Tani do dalim pozitivitet. Nëse të vjen një ofertë për të futur në Big Brother, tani që edhe pak beqo, do ta pranoje? Është çik në rrezik kjo gjëje. Në këtë moment edhe ndoshta edhe nuk është mundësia se unë s'jam ndar akoma, jam në proces ndarjes. Po mirë, tani po mbaron. Jo, një sekond, prit. De facto, ky Big Brother po mbaron. Po flasim për tjetrin. Je një kandidate në opinionin tim, sa i njoh individ, je një kandidate shumë interesante, një. E dyta, ke një autobiografi dhe biografi vërtet emocionuese, ne kemi diskutuar bashkë gjëra të cilat edhe nuk mund t'i themi tani se janë shumë personale në radio, por ke një biografi shumë të bukur dhe mendoj që do jesh një ndër pretendentët për ka një karakter për finalist, shumë të fortë. Po themi se s'po themi për ta fituar, se se dim si do shkojë. Ke vërtet një karakter shumë të fortë dhe luftarake. Faleminderit për vlerësimin. Kështu që e marrin të mirëqen pra të gjitha këto. Të pëlqen si eksperiencë? Nuk e di, mua më pëlqen gjithmonë të provoj gjërat e reja në jetë dhe gjithmonë të mësoj gjërat e reja në jetë, edhe kam atë qefi gjithmonë, por ideja është se them na sinqeritësia as sinqer si jam unë edhe jam edhe spontane, jam edhe ndjeshme, jam edhe fort. Ç'a do bëhet atje? Gjithë komponentët i paske për Big Brother. E ndjeshme, e fort, e spontane. Po them futu tani. Po, nuk e diet asnjëherë, nuk e them se diet asnjëherë, por ideja është se kjo sensibilitetin tim do përdoret shumë. Kunjat unë nuk e duroj dot. E kam inat rrenat edhe kunjat edhe mashtrimit. Si do të përballoj unë? Se ti do të çerësh maskat renacakve. Po unë e di si do jam unë atje, po e shoh veten duke qenë. E shoh shumë sinqeritet direkte si jam unë, se kështu jam. Edhe nuk mund ta përballoj një rren, një do jesh do u thuash ballë. Jo, kështu jam për jetë, po unë duke qenë kështu është problem në Shqipëri. E han. Edhe nuk është mirë të jesh sinqert.
Edhe prandaj vetmja gjë që mund të më pengoj është kjo, se unë jam i sinqertë. Sinqeriteti tepërt. Shiko, edhe unë kam këtë si gjë, jam shumë i drejtë për drejtë, se jam pak sanguin si natyrë, edhe kam qejf të them gjërat ballazi, ndoshta për personin që ja them, ndoshta është pak nuk i konvenon si gjë, por unë si natyrë kam dëshirë të them dhe mendoj se njerëzit që janë të drejtë për drejtë, spontan, janë vërtet njerëz të mirë dhe janë të pastër. Janë të vërtet. Janë të vërtet. Janë, po si do bëjmë ne me i çik mentaliteti? Do ja dal. Carmen. Me sakrifica pra e tha, me sakrifica deri në fund. Po, jo, unë jam natyrë që sakrifikohem. Luftë deri në fund. E vërteta dhe drejtësia gjithmonë triumfon. Pastaj sa do dallë të kalojmë. Kemi edhe pak kohë, do të bëj një pyetje, pastaj do kemi një pyetësor që lidhet edhe pak me eksperiencat e tua këtu në Shqipëri, me ushqimet e preferuar, me gjërat, po do të bëj një pyetje tani. Ti si individ, normalisht çdo femër ka pasionet e saj. Kush kanë qenë ëndra jote kur ke qenë e vogël? Çka ke dashur të bëhesh? Më ka pëlqyer shumë pjesa e modelingut. Vetëm afro pak në mikrofon, lutem. Më ka pëlqyer shumë modelingu, veshjen, edhe gjithmonë pjesa e estetikës, e make-upit, veshjes, janë kështu si ta shoh, të shoh një person e kompletuar në lart e poshtë. Domethënë, megjithatë mos i mungonte gjë, kështu isha kur isha. Dhe në fakt kjo duket edhe tek ty vetë, sepse ti e rezonon këtë gjë. Duket që je shumë e kujdesshme me veten. Po, e kam qenë. Në fakt Cubi të duket e kuruar nga lart e poshtë? Jo, nga poshtë ndoshta nuk më shikon, po. Jo të bash, jo. Po. Nga lart. Po pse pyetja për ty, pse është beqare Cubi? Se beqare nuk e gjetur. Se për të kuruar që kemi të kuruar, lart e poshtë po. Kështu që çfarë po ndodh me jetën? Çfarë mungon? Nuk e tërhequr personi i duhur për ty, edhe. Se kam tërhequr. Po çfarë të bëj për ta tërhequr? Po mendoj edhe gjë tjetër, përveç atë. Nuk ka më meshkull aq të forta, të duhet vetëm një person në ditën e sotshme. O Carmen, edhe mund të jesh e bukur ishte kjo. Po jam edhe unë luftarake.